Përshëndetje të gjithëve, sa po përfunduam një takim të ngrohtë, miqësor të frytshëm me kryetaren e Asamblesë Kombëtare të Bullgarisë, kolegen Natalia Kiselova. Diskutuam për miqësinë tradicionale, historike, kulturore midis vendeve dhe popujve tanë, cila po fuqizohet në të mirë të njerëzve tanë dhe perspektivës europiane të Shqipërisë. Marrëdhëniet politike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë janë shumë të mira, të forta, të qëndrueshme dhe pa çështje të pazgjidhura mes nesh. Kryetares Kiselova i shpreha gatishmërinë tonë për të vijuar bashkëpunimin e ngushtë dypalësh ndërmjet shkëmbimit vizitave politike të nivelit lartë. Ne vlerësojmë mbështetjen e fortë të Bullgarisë për integrimin evropian të Shqipërisë dhe kemi bindjen se kjo mbështetje do të vijojë edhe për planin ton ambicioz për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimin Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Mbështetja e Asamblesë Kombëtare dhe personalisht e kryetares Kiselova do të jetë një garanci më shumë për këtë qëllim. Ky objektiv yni shkon krah për krah me prioritetet e agjendës komisionere zgjerimit Marta Kos të prezantuara në Komisionin e Marrëdhënieve me jashtë të Parlamentit Evropian. Ne kemi besim në mbështetjen e Bullgarisë si një vend antar dhe në mbledhjet e Këshillit të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë thirrje për një proces të përshpejtuar të antarësimit në familjen europiane, i cili është i rëndësishëm jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, nëse mbajmë parasysh pasojat dhe implikimet e luftës Rusi-Ukrainë, Ballkanin Perëndimor dhe në kontinentin evropian tërësi. Të njëjtën dëshirojmë dhe urojmë edhe për integrimin evropian të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, destinacioni i natyrshëm i të cilëve është Bashkimi Evropian. Antarësimi është një proces i mbështetur në merit dhe ne mendojmë se mosmarrëveshjet dypalshe duhet të zgjidhen duke mbështetur në vlerat europiane dhe në marrëdhëniet e fshинjësisë së mirë. Bashkëpunimi mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Asamblesë Kombëtare të Bullgarisë është intensiv dhe po zhvillohet në nivele të larta. Këtu kam parasysh jo vetëm takimin e sotëm, por edhe vizitën e ish kryeparlamentarit Zheljaskov në Kuvendin e Shqipërisë në 2024 dhe takimet në nivele të tjera. Me homologen Kiselova shprehëm vullnetin e përbashkët për të intensifikuar e zgjeruar bashkëpunimin parlamentar ndërmjet grupeve të miqësisë, komisioneve parlamentare dhe deputetëve. Shqipëria dhe Bullgaria kanë bashkëpunuar dhe do të vijojnë të bashkëpunojnë si anëtare aktive të NATO-s në shërbim të paqes e të sigurisë në rajon, në Europë e më gjerë. Të dy vendet tona ndërveprojnë aktivisht në nismat rajonale si iniciativa për Europën qendrore, procesi i bashkëpunimit në Europën juglindore, presidencën e cilit Shqipëria e mban prej qershorit 2024, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Bashkëpunimi Ekonomik i Detit Zi, procesi i Berlinit e tjera. Ne vlerësojmë lartë përpjekjet e Bullgarisë për fuqizimin e nismave rajonale dhe rritjen e ndikimit tyre në perspektivën europiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë, por mendoj se ka ende potenciale për të intensifikuar marrëdhëniet ekonomike e tregtare. Plani i përbashkët i veprimit për turizmin, nënshkruar në tetor 2024, mund të pasohet nga aspekte të tjera bashkëpunimi, si koridori 8, i cili është një projekt me rëndësi strategjike për të dyja vendet, projektet të infrastrukturës, energjisë, konektivitetit, zhvillimit qëndrueshëm, të cilat janë jo vetëm investime ekonomike, por edhe kontribute për sigurinë në rajon. Të dyja vendet tona do të vazhdojnë të mbështesin luftën e drejtë dhe sigurinë e Ukrainës si pjesë e një kuadri më të gjerë të mbrojtjes europiane dhe të kontinentit tonë. Ndajmë të njëjtat vlerësime se komuniteti shqiptar në Bullgari dhe komuniteti bullgar në Shqipëri kanë mbështetjen e parlamenteve, qeverive dhe institucioneve për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin dhe prosperitetin si asete me vlerë dhe ura miqësie mes dy vendeve tona. E nderuar, fjala për ju. Уважаема госпожо председател. Е nderuar zonjë kryetare. Në vend të parë dëshiroj të përgëzoj Shqipërinë për
сериозните постижения, които Ритият сериози, че е ка на процеси на търсимит на башкамин Европеян, йо ени кампион на пърпиекият пър интегрим тъплот на башкамин Европеян, сай на крахсима мещетата тиерата Балканит Перантимор, щети Българ. Не само Народното събрание, но Jo vetëm kuvendi, por edhe qeveria çtonja ministër pavarësisht nga политическата конюнктура, конюнктура политike, mendon se integrimin e plot të Shqipërisë është një faktor stabiliteti për Ballkanin Perëndimor. Българското народно събрание ще положи всички усилия Kuvendi popular bulgar do të bëjë të gjitha përpjekjet për të ndihmuar në rast nevoje punën tuaj intensive gjatë viteve të ardhshme në mënyrë që të përgëzojmë pastaj së bashku в Европейския съюз. Kur të jemi të gjithë pjesë e Bashkimit Evropian, dialogu jonë politik është i nivelit të shkëlqyeshëm dhe në çdo një lëndë mendoj se mund të vazhdojmë të ndërtojmë marrëdhëniet tona pozitive. Mandati i legjislaturës son filloi në fund të vitit, legjislatura juaj do të filloj që nga shtatori, besoj se do të ketë një bashkëpunim të mirë edhe mes komisioneve, edhe do të ndihmojmë me çdo një gjë me të cilët mund të ndihmojmë. Edhe në kuadër të NATO-s, edhe në kuadër të të gjithë organizatave ndërkombëtare, ku punojmë së bashku dhe në tërësojmë së bashku, do të punojmë për paqen dhe sigurinë e Ballkanit. Kryetare, shumë faleminderit dhe jo vetëm ky takim i sotëm që do vazhdoj mes nesh një bisedë miqësore edhe me deputetët në zyrën time, por dhe takimi që do kemi në Sofje në nivel të lartë, ashtu dhe takimi mes kryetarëve të komisioneve dhe deputetëve të tjerë do të shërbej për intensifikimin jo vetëm të komunikimit, por edhe të qasjes kaq aktive që ka Bullgaria në mbështetje të Shqipërisë në ambicien ton krejt realiste tashmë për të mbyllur negociatat brenda 2027-s dhe për të bërë antarë të familjes ton natyrale dhe politike që është Bashkimi Evropian brenda kësaj dekade. Faleminderit të gjithëve dhe shihemi në takim në radhës.